revista Psikologjia është hapur numri parë fare në shtator të 2001-shit. Ka një përfshirje të gjerë, domethënë, përgjithsisht është fusha e psikologjisë, pastaj sociologjisë, aktualiteti, kulturë. Domethënë, është një lëmë i gjerë për të gjetur veten të gjithë lexuesit, domethënë jo me specifikat veçanta, dhe ka një target group moshe, le ta quajmë, nga 25 deri 65. Përgjithsisht janë zonjat, gratë, por edhe vajzat e reja, edhe burrat janë shumë të përfshirë, sigurisht që me ndryshimin dhe përfshirjen e teknologjisë, ka ndryshuar edhe vetë pjesën e perceptimit edhe të shkruarit të shkrimeve të ndryshme tematikave, përcjelljes së tematikave. Më përpara shkruaj shumë thellë edhe gjëre gjatë, si themi ne në gazetari, ndërsa tani janë më të koncentruara, punohet shumë me imazhet, me figurën, sepse njerëzit duke u bërë në thojza çik dembel në pjesën e të perceptuarit asaj që shohin për herë të parë, duan ta ilustrosh më mirë me imazhin për të tërhequr, të lexosh edhe përmbajtjen brenda. Kështu që ky është ai rrengull pozitiv që na shërben të gjithëve, kam përshtypjen, për të na afruar edhe me leximin, duke qenë se u shkëputëm sot nga një tematikë e tillë letrare. Është puna që e bëj me shumë dashuri dhe pasion, po mos e dashuroja, do isha shkëputur, ka ngarkesën e vet, gazetaria ka të pjesën e përfshirjes totalisht, se ti nuk mund ta lësh, domethënë, të merresh vetëm me shkrime tematika psikologjike, po duhet të gjesh dhe personazhi, duhet të gjesh tematikën e veçantë për rubrikën e radhës që i përket revistash periodike një herë në muaj, por është edhe përfshirja online, rrjetet tona sociale që janë bërë tash më të njohura, Facebook e Instagram, po dhe një çik me video, se janë bërë këto reelsat, po ai reels i tërheq edhe siç tham tekstin poshtë, por përgjithsisht unë që kam 17 vjet në atë revistë, më ndihem krenare për punën që kam bërë. Sigurisht më shumë ndihem krenare për revistën në print, për cilësinë e saj, që edhe pse janë rritur shumë çmimet e publikimit, e printimit, vazhdojmë ta menaxhojmë në mënyrën më të mirë të mundshme për të përcjellë të njëjtin produkt ashtu me atë qëllim dhe mision se që ishte në fillim. Dhe jam shumë e kënaqur. Atëherë, diçka për adoleshencën. Asa njohin adoleshentët, vetëm tyre dhe prindrit dhe shoqëria adoleshente. Unë do flas nisur nga përvoja ime si prind, që e kam kaluar me të dy fëmijët, por natyrisht edhe me përvojën në gazetari dhe për fatin tim shumë të mirë, përfshirja në një fushë siç është psikologjia ose psikosociologjia. Duke qenë se jam një autodidakte, do ta pranoj këtë pa hamburrje, që jam autodidakte shumë e mirë e lëndës e fushës, por edhe përvoja të jep shumë dorë në menaxhimin e shumë situatave dhe perceptimit, kuptimit, por edhe dhënjes një refleksioni edhe për shumë lexues ose persona të tjerë me të cilët ndaj mendimet tona, që është shumë e rëndësishme t'i ndajmë, sepse jo vetëm japim, po marrim shumë sot. Dhe këto unë e përkthej edhe në të shkruar. E ndi veten shumë mirë kjo pjesë të shkruarit, se në reflektime sipër ti të gjithë materialin përpunon edhe përcjell shumë mirë në të shkruar, në mënyrë që t'ia përcjellësh atij lexuesi që është interesuar për të lexuar mbi atë produkt. Sot kërkohen shumë shkrime për adoleshentët, shumë shkrime për fëmijët e vegjël, po edhe për të rriturit, për çështjet e shëndetit mendor. Është gjithmonë në rritje, se tani e dim që 2050 do jetë viti i shëndetit mendor, domethënë do rriten problematikat për shkak dhe të situatës, po për gjithë botën flas. Dhe adoleshentët, sidomos të një brezi që adoleshentët e sotëm që i përkasin një brezi që nuk i kanë kaluar ato që ne kemi kaluar, sepse duhet të sfidohen shumë që të arrijnë atë perceptimin që kemi ne për adoleshentët, domethënë situatat nga më të ndryshme. Ne e kemi kaluar shumë herë më vështirë adoleshencën, në 97-ën e kam kaluar unë, që ishte një situatë shumë kritike, të mbyllesh 3 muaj në shtëpi në mes të Tiranës, edhe të rrethohesh nga plumbat e komshiut përballë që luante me një automatik luanin prindrit,
dhe në duar 3 fëmijët e tyre. Dhe ishte shumë fatkeqësi. Por ne, ajo lloj adoleshence me gjithë ato lloj vështirësisë na ka bërë më të fortë dhe më të ftohtë në mënyrën se si duhet të reflektojmë për shumë vështirësi dhe sfida që na jep jeta. Ndërsa adoleshentët e sotëm, nëse një prind nuk merret periodikisht me fëmijën e vet, rregullisht me fëmijën e vet, se si t'ja lehtësoj barrën e përgjegjësive ose sfidave me të cilat përballet, ai arrin sa të kalojë trauma nga më të vogla deri ke ato më të mëdha që ne i quajmë sot smundje jo ADHD-ja, jo anxiety, ankthi e të tjera me radhë që nuk dua t'i përmend se më vjen shumë keq që ka fëmijë sot që i kalojnë këto sfida. Jeta është shumë e shkurtër në thonjza për t'i dhënë rëndësi këtyre fatkeqësive dhe vështirësive që na ndodhin dhe ndeshemi, por Zoti, nëse do ta përmendja kështu, për fëmijën është prindi dhe vetëm ai, komunikimi i vazhdueshëm i tij, i palodhshëm, i pandërprer, mund t'ia lehtësojë gjithë barrën e këtyre vështirësive me cilat përballet një fëmijë sot. Kemi fëmijë që janë rritur me gjitha gjërat që i ka pasur gati. Ne si kemi patur? Ne çdo gjë kemi patur me vështirësi. Kjo mungon, kjo s'është, kjo mungon, këtë se kemi, mbyllë zërin, mos fol, na përgjojnë, domethënë. Kurse fëmijët e sot janë rritur në një liri shumë të plotë dhe ndofta kjo liria ju ka bërë pikërisht dëm këtij brezi adoleshentësh. E njohin rolin e prindit adoleshentët? E njohin, nëse fëmia, nëna kryesisht, se për mua nëna ka rolin kryesor në modelimin e personalitetit. Në psikologji 50% është pjesë e karakterit, po dhe 50% e personalitetit formohet nga rrethanat. Por familja është baza dhe nuk mund ta zhbëj askush rolin e nënës dhe të babait. Dhe për mua këto janë dy rolet më vendimtare, më të rëndësishme, më kryesore në personalitetin e një individi kur të rritet. Që në barkun e nënës, po ta vësh re, ke vëre se i ke rritur fëmijët e tu. Po, e për këdhel barkun e nënës reagon fëmia. Po, vë muzikë, reagon fëmia. I lexon, reagon fëmia. Bën jetë aktive, rrotullohet në barkun e nënës. Unë për veten time i kam provuar në të dyja rastet këto dhe e kam kuptuar që po është e vërtet që në barkun e nënës fëmia modelohet. Thash 50% është karakter, 50% është formim i gjithanshëm gjatë rritjes. Nëse komunikon, thash dhe njerë, në mënyrë të pandërprerë me fëmijën, nuk e humbet, e fiton. Dhe, si thoshte populli më përpara, kanë qenë më të mundshur më përpara. Unë i kam në vesh akoma më tingëllojnë. Tërhiq e mos e kput. Dhuna ekstreme vret individin. Dhe teprica toleranca e madhe e vret individin. Kështu që të gjesh një të mesme përpjesshme. Ka norma ndëshkimi të vogla, që ti do të bësh këtë, çfarë do bësh? Do i bësh moral. Gjithmonë me nota të mira. Asnjëherë me autoritetin absolut. Kush e ti vësh fëmijës një lloj presioni. Po do ta orientosh duke bindur. Në momentin që fëmia nuk bindet dhe vazhdon kundërshton bën të vetën, atëherë çfarë ndodh? S'ke bërë punën tënde. Detyrën tënde si prind. Mos është momenti tash që ju, psikologjia, të ketë një broshurë në formë manuali për po themi në rastin. Unë në revistë e bëj dhe e bëj rregullisht me artikuj të ndryshëm online, në revistë, enkas, e bëj dhe kam gjithmonë në vëmendje. Çdo tematik të tillë që u flisni që për fëmijët e vegjël dhe për adoleshentët edhe për të rriturit, se kemi dhe të rritur adoleshent që s'e kanë djegur, se kanë ezauruar atë fazë, por që kanë të nevojshme ta kalojnë, se adoleshenca e vonë është shumë herë më e dëmshme se sa ajo kur kalon në fazën e dur. Dhe gjithmonë meshkujt kanë më shumë probleme me këtë situatë, sepse e kalojnë pak më vonë, kalojnë pak më ndryshe. Por prap baza mbetet familja. E kam dhe nga përvoja personale. Kemi një mesazh fund bisedës për lexuesit dhe jo lexuesit. Duajini më shumë veten.
respektojeni më shumë veten dhe gjithmonë para syve të tjerëve, kur mos e ulni kokën dhe të thoni që po shiko se unë nuk ndihem mirë, po se kjo nuk kam qenë mirë, jo asnjëherë. Gjithmonë me kokën lart dhe i bindur dhe i vërtet i sinqert me ndjenjat tuaja, cilat do qofshin ato. Kjo do rrisi vetbesimin dhe vetsigurinë, se nuk ka ç'a bën tjetër. Duaj veten të duajnë të tjerët. Kështu që është mesazh shumë i bukur. Po e ule veten, po unë nështrove, po nuk lejove të dëgjohet dhe mendimi yt, edhe i gabuar qoftë, nuk është shoqëria më e drejtë dhe as e mbar nuk do të jetë për rrjedhoj. Faleminderit. Të lutem.